Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon gjendjen ekonomike, procesin e integrimit evropian dhe trajtimin e shqiptarëve në vend. Sipas BDI-s, ekonomia është përkeqësuar, investimet e huaja kanë rënë dhe inflacioni ka ndikuar në rritjen e kostos së jetesës. BDI thotë se vendi ka mbetur i bllokuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina kanë horizonte konkrete. Maqedonia e Veriut qëndron e vetme pa negociata, pa perspektivë. Me largimin e Hungarisë nga orbita e Moskës, Mickoski dhe Vučić kanë mbetur proksit e fundit të rus aktiv në rajon, dhe kjo reflektohet çdo ditë në retorikën vendimaren dhe lancet e Shkupit, thuhet në reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Koalicioni Vlen pretendon se ka konsensus të plot me partnerët në qeverisje për versionin aktual të reformave në arsimin e lartë. Në njoftimin zyrtar thuhet se anëtarët e koalicionit qeveritar arritën dakordsi të plot për versionin final të pakos së ligjeve për reforma në arsimin e lartë, një hap i rëndësishëm drejt një sistemi më të drejtë, më cilësor dhe më gjithëpërfshirës. Vlen thekson qartë se këto reforma nuk janë thjesht ndryshime ligjore, por një angazhim konkret për të ndërtuar një të ardhme akademike të qëndrueshme dhe konkurruese. Sipas saj, heqja e H-indeksit si kriter bazë për përzgjedhjen e kuadrit akademik është një vendim i drejtë që reflekton realitetin dhe nevojën për vlerësim më të balancuar dhe meritokratik. Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, premton në një takim të fundit me grupet e interesuara lidhje me ligjin për arsimin e lartë. Sipas saj, ligji do të hyjë në procedurë qeveritare për të parë nëse është në përputhje me ligjet e tjera dhe nëse është shkruar siç duhet në gjuhën juridike. Ndalesa e fundit do të jetë procedura parlamentare, informoi Ministri i Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pretendon se ka mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump për postën e kreut të shtetit. Së fundmi e ka pranuar një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku thuhet se lidhjen e fortë të Kosovës me Amerikën do ta ruajmë bashkë sot e përherë. Falenderoj presidentin Trump për letrën e dërguar në përfundim të mandatit tim, të cilin e pranova mbrëm, si dhe vlerësimin që ai ka bërë punës son. Ashtu sikurse thekson dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë letër, mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim, deklaroi Vjosa Osmani. Kryeministri i Kosovës është i bindur se do të shmangen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pas dështimit të bisedimeve me krerët e partive politike, Albin Kurti deklaroi se legjislatura aktuale duhet ta zgjedhë presidentin dhe të shmangen zgjedhjet e reja. Sipas tij, vendi nuk ka nevojë për zgjedhjet e reja dhe se institucionet duhet të funksionalizohen në tërësi nga përbërja aktuale e kuvendit. Legjislatura 10 duhet ta zgjedhë presidentin, duhet të evitojmë zgjedhjet e reja të cilat janë të panevojshme dhe nuk sjellin gjë të re. Këta 120 deputet duhet që të funksionalizojnë institucionet në plotëni. Kemi kuvend, kemi qeveri, duhet të kemi edhe president. Albin Kurti deklaron se shumica parlamentare ekziston dhe se partitë duhet të respektojnë rezultatin zgjedhor. Unë nuk po them që opozita është e parëndësishme, përkundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. Kryetari i LDK-s mund të bëhet zëvendës kryeministër, zëvendësi imi, dhe përveç se të jetë zëvendësi imi, njëkohësisht të jetë edhe ministri i punëve të jashtme, pra të kenë 4 ministri edhe të jetë zëvendës kryeministër dhe jo vetëm kaq, ose ta ketë versionin tjetër, nëse nuk i pëlqen të bashkëqeverisë, ta bëjmë rrethadën ku Lëndra Abdigji ku ose dikush tjetër i LDK-s bëhet kryetar kuvend. Kosova është bërë shteti i parë nga Ballkani dhe i 7 në botë që janë pranuar angazhime në kartën globale për reformën e kujdesit për fëmijët. Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare njofton se 5 angazhimet kombëtare për periudhën 2026-2028 të ndërtuara mbi legjislacionin ekzistues për mbrojtjen e familjes dhe fëmijëve janë miratuar plotësisht nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Sipas njoftimit, këto angazhime synojnë forcimin e politikave sociale dhe përmirësimin e sistemit të kujdesit për fëmijët në vend. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.